Spitali Bashkiak i Pogradecit ofron shërbime shëndetësore për rreth 92.000 banor, por gjatë sezonit të verës ky numër 2 dhe 3 fishohet për shkak të fluksit të lartë të turistëve që zgjedhin të kalojnë pushimet në këtë qytet. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu, e shoqëruar edhe nga kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, ka parë nga afër investimin më të fundit në pajisje mjekësore që kanë shtuar numrin e ekzaminimeve që ofron ky spital bashkiak. I është kushtuar vëmendje shërbimit të kardiologjisë nëpërmjet instalimit të pajisjeve të reja ekzaminuese, grafit digjitale X-ray, ekokardiake, si dhe ngritja e kabinetit të provës ushtrimore. Këtu kemi ekon, që është me 2 sonda, është dhe me sonda abdominale edhe me sondën kardiake. Gjitha rastet i tërgonim jashtë Pogradecit. Shumica atyre shkonin dhe në Maqedoni me që ishin afër, bargjet ishin shumë të mëdha. Me jetën e aparaturave nga drejtoria, gjitha rastet përmbushen këtu me ekzaminim. Me specialistët punoj me e-mail, me grafia shkon në e-mailin e doktorit specialist, e merret përgjigje. Ne shohim që atje dhe më thënë ishte një investim i rëndësishëm. Koçiu theksoi angazhimin për të filluar së shpejti punën për përmirësimin e infrastrukturës së Spitalit Bashkiak të Pogradecit për të rritur kështu cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve dhe ofruar kushte bashkëkohore për stafin mjekësor. Kemi bërë dhe një mbështetje të konsiderueshme lidhur me pagat, që sigurisht do të vijoj edhe këtë vit, edhe për mjekët e familjes, edhe për infermierët. Dhe unë besoj tani që gjithë bashku duhet krijojmë atë frymën e ekipit, po faleminderit shumë të gjithëve me premtimin që ne do të bëjmë akoma më shumë për Spitalin Bashkiak të Pogradecit. Në Spitalin Bashkiak Pogradec ofrohet shërbimi i urgjencës dhe i specialiteteve të pediatrisë, kirurgjisë, i sëmundjeve të brendshme, shërbimi obstetrik ginekologjik, i radiologjisë si dhe një sër analizash të tjera mjekësore.